Gustako është një prej njerëzve që bashkë me Adem Jasharin e kanë çliru vendin. E zonja Mihajli është një prej s'ke tema këtu kush është ka. Po cili është ndikimi politik në parti politike. Edhe përmende propagandën bilem. Kthehemi te propaganda. Fish vendosja po bën propaganda. Natyrisht që po bën propaganda. Rregull që ta dim. Jo shëndrim politik do thotë. Jo, absolutisht. Prej këndvështrimit sigurisë, ti vetë the pse nëse ata kanë bërë propagandë dhe i kanë mashtru njerëzit, qytetarët respektivisht 2 herë, qysh ju spit dë konspirani. Sepse PDK-ja nuk pranon me përdor metoda që përçojnë shqiptar në mënyrë pa korrigjueshme edhe nëse i kushton me pushtet. Shumë thjesht. Na si opozit kemi ndërmarrë iniciativa pa fund në parlament, diskutime pa fund, dhe si marr parasysh, kolega pyeti pse keni qenë vakt, s'kemi qenë vakt, po kur i ka shumicën, çfarë do iniciative ligjore që ti merr, ai e rrezon. Shikoni për 5 vite, çka kemi bërë veç në fushë sigurisë. Jo veç që kemi ngrit, kemi thonë s'bën kështu, kemi tregu çysh bën, kemi dhënë rekomandime. Besa dhe projekt ligjit ja u kemi lexu, ja u kemi dërgu me rekomandime ku çka më ndryshu. Nuk kemi marrë parasysh 2 metoda ekzistojnë. Një është me vota që s'kemi mujtë se ata kanë shumicën, dhe 2 është nëse dhe ata luajnë lojen me mjetet demokratike. Të kalumen, sinqerisht, kur ka ndodhur një diskurs politik brenda parlamentit të Kosovës, dhe është bo skandal, qeveria ka reagu, frigu, ajo është element i mirë i demokracisë. Frigohesh që ndërshkojnë publiku, reagon. Kjo s'funksionon me vetëvendosjen. Vetëvendosjes absolutisht intereson kush çka i rekomandon pse është kondom shtetit ajo. Ajo ja gron veten dhe çështu ka bëu që 5 vjet, prandaj jemi ku jemi. E përmende, a ka ndaj shtet në botë ku ka bashkëpunim ushtarak, ku me shtetin nuk funksionon? Ka, po Kosova është një prej vendeve sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes, cilës Amerika gati në mënyrë vetanake ka ndërtu. Veç pse e kini qeveri e cila fare s'din me komuniku me ta, s'komunikon mo me ta, pa mor pa e di shka po do me thonë edhe prej se po të shose, sot kanë pas një takim, dalë edhe të takimi sotëm. Bravo që po ma lezo mendjen. Definitivisht, dalë edhe të takimi sotëm. Do me thonë, në aspektin ushtarak, natyrisht ata nuk e ndërprejnë bashkëpunimin se të kanë marru shumë thjesht dhe koordinimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës u përmend edhe pore krahas veriut, a presni ju çka po thojnë amerikan, m'fal. Presidenti i Amerikës shkoi në Kore të Jugut, shkoi në Japoni dhe kryeministra një prej shteteve më të zhvilluara në botë, zonja Takaichi, ja shtroi te pijën e kuq presidentit amerikan. Dhe shka ku Japonia ka Kosovë, na jemi vend i vogël. Eksakt, mirë, ma bune argumentin. Nëse jemi vend i vogël, çka kemi na që nuk i ofrohemi Shteteve të Bashkuara të Amerikës si i ofrohet Japonia? Kryeministri jon i ka degradu, do më thonë marrëdhënie me Shqipërinë deri në atë gjendje sa është pezullu dialogu strategjik. Ndërsa bashkëpunimin ushtarak, natyrisht që se pezullojnë, se e bojnë ushtri, e bojnë me FSK-n që e kanë marru vetë, bashkë me neve natyrisht, mirë po ata kanë investu krejkpot në ndërtimin e ushtrisë. Maqedonë si një 2-3 vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në shtab përgjithshëm aty. Pra po them, niveli departament të luftës. Niveli ushtri, po e them, niveli ushtri funksionon sepse ata nuk dojnë me rreziku. Është ministri i mbrojtjes, lutem. S'ka shku zoti Jashari, po ka shku ministri i mbrojtjes është megjithatë. Dhe është ministria integruar. Po është politikisht i vënuar. Pa marr parasysh që është politikisht i vendosur aty, është ministria integruar. Sepse është një prej ministrive ku kapacitetet civile dhe ushtarake janë të integruar dhe njëna patjetër funksionojnë. Prandaj, edhe sot vizita duli gjithandej nëpër media e 2 kongresmenëve, njëri republikan dhe njëri demokrat që ishin në Kosovë, për diskutime. A e keni vrejt që të gjitha përshkrimet të takimit flasin çka thot